komunën e Dajçit në rrethin e Shkodrës, ku këto ditë fillon nga puna e para qendër e informatizuar e shërbimeve me një ndalesë në Shqipëri. Ndërtimi i saj është mundësuar nga një program zvicerian si dhe nga Fondacioni për Autonomi dhe Qeverisje Vendore. Qëllimi i kësaj qendre është që të sigurojë banorëve dhe emigrantëve të Dajçit transparencën e punës së administratës komunale, si dhe kryen e të gjitha shërbimeve të nevojshme brenda një zyre. Korrespondenti Pëllum Sulë ishte në këtë qendër dhe përgatiti kronikën në vazhdim. Komuna e Dajçit në rrethin e Shkodrës është e parë në Shqipëri që ka ngritur tashmë qendrën e saj të shërbimeve me një ndalesë. Kryetari i komunës Arben Gjuraj tha se kjo u arrit me mbështetjen e programit të qeverisë zviceriane Intercorporation dhe Fondacionit për Autonomi dhe Qeverisje Vendore. Fillimisht ai u mendua si një qendër informacioni për të ardhur në ndihmë jo vetëm banorëve, por dhe emigrantëve të shumtë të komunës. Por me sugjerimet e vetë komunitetit u vendos më pas që të ndërtojë një qendër shërbimesh me një ndalesë ku banorët të gjenin të gjithë shërbimet e nevojshme që nga informacioni e deri tek pagesa e taksave. Për banorët tanë nuk ishte e rëndësishme thjesht të dinin diçka më tepër. Edhe ajo ka rëndësinë e vet, por nuk mjaftonte kaq. Ne mendojmë që në këtë qendër që tash nuk mund të quhet thjesht qendër informacioni, por me plot kuptimin e fjalës mund të quhet zyrë me një ndalesë, ku qytetarët pjesën më të madhe të shërbimeve mund t'i realizojnë realisht në një zyrë të vetme, mund të realizojnë kërkesa, ankesa dhe çdo detyrim tjetër që administrata lokale ka ndaj tyre. Përgjegjësia e qendrës së shërbimeve me një ndalesë, Emiliana Mandi, thotë se gjithë sistemi është i kompjuterizuar dhe se banorët tu gjejnë të gjithë shërbimet e nevojshme. Kërkesa përcjellet tek zyrat përgjegjëse, atje punohet, aprovohet edhe nga kryetari dhe përsëri vjen tek zyra e informacionit. Ndërkohë përpara qytetari informohet për mënyrën dhe ditën kur do të vijë për të marrë përgjigjen e kërkesës ose të ankesës së tij. Për ngritjen e qendrës së shërbimeve me një ndalesë në komunën e Dajçit kanë dhënë ndihmën e tyre edhe ekspertë të programit zvicerian Intercorporation dhe të Fondacionit për Autonomi dhe Qeverisje Vendore, të cilët shprehen se qendra është pjesë e programeve për decentralizimin dhe mbështetjen e komunitetit. Programi jon me 5 linja të tij veprimit, duke filluar planifikimin strategjik, përmirësimin e shërbimeve publike, menaxhimin financiar, rritjen e informimit dhe komunikimit me qytetarët dhe me shoqërinë civile, si dhe me bashkëpunimin ndërkomunal, e gjen veten më së miri në këtë investim. Gjitha linjat e veprimit të programit tonë janë mbështetur në finalizimin e këtij projekti. Trajnimi që patën mundësi të marrin stafi, i mundsoi atyre një akses në të gjithë intranetin dhe një akses publikut, qoftë edhe në mënyrë individuale dhe pa shqetësuar, po themi kështu, asnjë nga stafi, të gjithë buxhetit të komunës, të vendimeve të këshillit të komunës dhe të çdo vendimi tjetër që këshilli i komunës, kryetari i komunës dhe stafi i komunës dëshiron ta ndajë në mënyrë elektronike me komunitetin. Në përorimin e qendrës së shërbimeve me një ndalesë në komunën e Dajçit morën pjesë përfaqësues vendor të qarkut të Shkodrës, si dhe ambasadorja zviceriane në Shqipëri. Qendra e shërbimeve në komunën e Dajçit është fillimi i kompjuterizimit të shërbimeve edhe në fshat, që synon një transparencë më të madhe të qeverisjes vendore me publikun, shmangjen e korrupsionit dhe favorizimeve të paligjshme. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulë.